Mirëmëngjes, që në krye të erës dëshiroj të them se tetori për Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit mund të konsiderohet muaj i bashkëpunimit me Gjermaninë. Në fillim të muajit patëm kënaqësinë të prisnim në Tiranë sekretarin e Shtetit në Ministrinë e Brendshme Federale të Gjermanisë, zotin Mayer, për të vazhduar një javë më pas me zëvendës presidentin e BKA-s, zotin Hensler, dhe sot kam kënaqësinë të jem këtu së bashku me mikun tim, zotin Roman, presidenti i Policisë Federale të Gjermanisë, një mbështetës i fuqishëm i Policisë Shtetit Shqiptar. Ky intensitet shkëmbimesh i nivelit të lartë me Gjermaninë është treguesi më kuptimplot i besimit mes palëve dhe marrëdhënieve të shkëlqyera të vendosura tashmë me policinë gjermane, marrëdhënie të cilat nuk do të teproja nëse do të theksoja se janë modeli që ne do të dëshironim të kishim edhe me vendet e tjera. Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit do të vijojnë të punojnë fort për ta mbajtur këtë marrëdhënie në lartësinë e duhur dhe sa më të shëndetshme. Shkëmbimi intensiv i marrëdhënieve i informacionit nga të dy vendet, hetimet dhe operacionet e përbashkëta, rezultatet konkrete të arritura dhe ato që synojmë të arrijmë së shpejti dhe në të ardhmen, janë e vetmja mënyrë që kjo marrëdhënie të jetë e tillë dhe siç e thash e orientuar drejt rezultateve të prekshme dhe sigurisht në interes të dy vendeve tona. Kjo ishte edhe tematika e bisedës që kam pasur mbrëmjen e dieshme me zotin Roman dhe delegacionin e tij. Të dy ndam të njëjtin mendim se marrëdhëniet tona në fushën e bashkëpunimit ndërmjet në nivel institucional dhe në nivel operacional kanë hyrë në një dinamik të re, ndaj është detyra e strukturave si të nivelit institucional, pra midis dy ministrive, dhe në nivel operacional ndërmjet dy policive, për të ruajtur këtë ritëm dhe për të vijuar më tej. Natyrisht, bashkëpunimi në luftën kundër kriminalitetit, forcimi i kapaciteteve të hetimit dhe atyre operacionale, forcimi i kapaciteteve teknike, trajnimi i stafeve policore, trajnimi i strukturave të kufirit për një menaxhim më të mirë të kufirit, asistenca që pala gjermane ka dhënë dhe vazhdon të jap për policinë e shtetit, ishin gjithashtu objekt i bisedimeve tona së bashku me zotin Veliu, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit. Shumë shpejt, me kërkesën time si ministri i Brendshëm, do të vendoset në Shqipëri edhe një këshilltar gjerman për çështjet strategjike policore, i cili do të bëj të mundur koordinimin e gjithë asistencës njerëzore dhe teknike në terma afatgjatë për policinë e shtetit. Jam vërtet i surprizuar për përgjigjen e shpejtë të palës gjermane ndaj kësaj kërkese time, duke sjellë këtu një nga bashkëpunëtorët më të afërt dhe më me eksperiencë të zotit Roman, i cili meriton padyshim falënderime të veçanta edhe për këtë gjë. Patëm gjithashtu mundësinë t'i prezantojmë zotit Roman një projekt ambicioz për kufirin, i cili synon të sjellë pikat e kalimit kufitar në standardet më të përparuara europiane. Morëm prej tij premtimin për ta asistuar nga afër këtë projekt që realizimi i tij të jetë
i standardeve më të mira europiane. Dëshiroj me këtë rast të falenderoj qeverinë gjermane për ndihmën prej 20 mjetesh për policinë kufitare, e dyta parti e këtij lloji pas atyre të dhuruara vetëm pak kohë më parë. Një paket tjetër ndihmash në pajisje teknologjike për policinë kufitare pritet të vijë po ashtu së shpejti nga Gjermania, dhe për të dëshiroj ta falenderoj përsëri personalisht zotin Roman për kontributin e vyer në këtë aspekt kaq të nevojshëm për rritjen e kapaciteteve të policisë son kufitare, që përballet me një fluks në rritje të migracionit ilegal. Një paket tjetër në përfundim, dua të them një gjë. Ne nuk jemi Gjermania. Duhet ende shumë punë të arrijmë standardet e saj. Por një gjë është e sigurt. Ne jemi të vendosur të punojmë fort duke reflektuar këto standarde në punën tonë. Në kontekstin e gjithë sa thash më lart, duke konsideruar Gjermaninë një partner të rëndësishëm strategjik edhe në këtë fushë, në fushën e sigurisë, mbetemi të rëndësisht të angazhuar për të bërë gjithçka në funksion të thellimit të këtij bashkëpunimi në të gjitha këto aspekte me interes të ndërsjellë. Edhe një herë ju falenderit doktor Roman për mbështetjen personale dhe institucionale, për mbështetjen e veçantë që jeni duke i dhënë kolegëve të policisë shqiptare. Falenderit. Sehr verehrter Herr Minister Schafai, lieber Freund, ich bin sehr dankbar für Ihre Worte. Ich bin sehr dankbar für Ihre Gastfreundschaft. Ich bin sehr dankbar für die Gastfreundschaft der staatlichen Polizei, wie auch der Grenzpolizei. Und vor allen Dingen möchte ich hier Dank sagen für die ausgesprochen vertrauensvolle Zusammenarbeit. Që juve sapo thatë për mikpritjen tuaj të treguar qoftë nga policia, qoftë nga ministria, qoftë nga strukturat e policisë së shtetit, dhe në mënyrë të veçantë jam tepër falënderues lidhur me bashkëpunimin e ndërsjellë besimplot që kemi. Unsere beiden Länder verbinden eine lange traditionelle Freundschaft. Und insbesondere in sicherheitspolitischen Fragen, in sicherheitsrelevanten Aufgabenstellungen verbinden uns viele gemeinsame Interessen. Dy vendet tona i lidhin vërtet një traditë e gjatë për sa i përket miqësisë, por sigurisht edhe për sa i përket bashkëpunimit në çështje që janë relevante me sigurinë dhe rendin publik. Das ist namentlich die organisierte Kriminalität. Das ist namentlich die illegale Migration, das ist namentlich der Kampf gegen Korruption, das ist namentlich auch der internationale Terrorismus. Për ta thënë më spesifikisht këtë, bëhet fjalë për çështje në luftën kundër krimit organizuar, kundër migracionit ilegal, në luftën kundër korrupsionit dhe sigurisht në ato kundër terrorizmit ndërkombëtar. Hier haben wir gemeinsame, 100% identische Interessen, die wir gemeinsam verfolgen werden. Und ich darf hier auch an dieser Stelle erwähnen, dass die Arbeit der staatlichen Polizei hier in Albanien und der staatlichen Grenzpolizei hier in Albanien in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht hat, insbesondere ablesbar an den gemeinsamen Verfahren im Bereich der organisierten Kriminalität, ablesbar an dem Rückgang der Zahlen albanischer Asylbewerber in Deutschland, ablesbar auch an dem Rückgang der Rückführungen aus Deutschland nach Albanien, ablesbar an vielen weiteren Einzelverfahren,
Herr Minister, für diese Kooperation möchte ich Ihnen an dieser Stelle besonders danken. Dhe ne kemi, duhet të them, pra interesa të cilat përfuten në mas të plot 100% me njëra tjetrën, dhe të cilat ne gjithashtu do duhet që të ndiqnim bashkarisht për të realizuar ato. Më lejoni të përmend këtu faktin që puna e policisë së shtetit, por edhe e drejtorisë së policisë kufjerit në Shqipëri, vitet e fundit ka shënuar një progres vërtet të konsiderueshëm, i lexueshëm ky në procedurat e përbashkëta të luftës kundër krimit organizuar, i lexueshëm gjithashtu në uljen e numrit të azil kërkuesve që vinë në Gjermani nga Shqipëria, apo në uljen e numrit të kthimeve të shtetasve shqiptar nga Shqipëria. Për këtë edhe një herë shprehimisht falenderit zotë ministër. Seit 2013 haben wir einen Verbindungsbeamten der Bundespolizei hier bei Ihnen in Tirana. Wir werden in Kürze einen hochrangigen Experten unsere Zusammenarbeit hier in Tirana verstärken mit verschiedenen Projekten. Eins haben Sie eben angerissen. Wir haben seit Jahren eine vorzügliche Ausbildungs- und Fortbildungshilfe für Tirana und Albanien angelegt. Aus diesem Grunde werden wir heute allein von der Bundespolizei 20 Fahrzeuge hier offiziell für den albanischen Dienst für den albanische Staatspolizei in den Dienst stellen. Wir haben weiter Führungs- und Einsatzmittel nach Albanien gebracht im Bereich der Dokumentenprüftechnik. Wir werden auch weitere Maßnahmen in den nächsten Jahren auflegen. Wir möchten hier eine langfristige strategische Partnerschaft und wir haben dafür beide einen langen Atem, Herr Minister. Që prej vitit 2013 kemi në Tiranë dhe në Shqipëri pra një oficer ndërlidhës. Sigurisht që sikurse u përmend edhe këtu, pas pak kohësh do të angazhojmë edhe një ekspert tjetër të nivelit të lartë, i cili do të ndihmojë në koordinimin dhe në konsolidimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ton në kuadër projektesh të ndryshme. Gjithashtu prej disa vitesh jemi tepër aktiv për sa i përket masave formuese, arsimuese dhe kualifikuese të punonjësve të policisë në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Sot, sikurse u përmend, do të kemi rastin të asistojmë bashkarisht në ceremoninë zyrtare të dorëzimit të një asistence apo të një mbështetje me 20 automjete të strukturave të policisë së shtetit. Mjetet të tjera të asistencës teknike janë parashikuar për vitet e ardhshme. Pra do të punojmë bashkarisht për një asistencë dhe bashkëpunim afatgjatë dhe strategjik, dhe për këtë do duhet që të gjithë kemi durimin dhe angazhimin e duhur. Zusätzlich werden wir jetzt und künftig auch eine Patenschaft im Bereich der Aus- und Fortbildung mit Albanien eingehen. Das ist ein langfristiges Projekt. Aber das Allerwichtigste ist der kontinuierliche, vertrauensvolle Gedanken- und Informationsaustausch zum Wohle beider Länder. Krahas kësaj, jemi duke punuar pra për një projekt binjakëzimi në fushën e kualifikimeve të mëtejshme të strukturave apo të punonjësve të policisë. Bëhet fjalë për një projekt afatgjatë, por ajo çka është edhe më e rëndësishme është angazhimi i përbashkët në shkëmbimin intensiv të informacioneve. Sie sagten eben zum Schluss, lieber Freund, lieber Minister Schafai, Albanien ist nicht Deutschland. Deutschland ist auch nicht Albanien. Aber wenn wir unsere jeweiligen Stärken zusammentun, dann ist das zum Wohle beider Länder und zum Wohle beider Bevölkerung. Und vielen Dank, Herr Minister. Në fund të fjalës suaj, i dashur ministër, i dashur mik, juve thatë, Shqipëria nuk është Gjermania, por njëkohësisht vlen të thuhet që edhe Gjermania nuk është Shqipëria. Ajo çka është më e rëndësishme në këtë kontekst është nëse ne së bashku bëhemi bashk pra në pikat tona më të forta, kjo do të jetë veç se në të mirë të vendeve, veç se në të mirë të popujve tanë. Faleminderit. Faleminderit doktor Roma, faleminderit po Genti. Besoj se do të keni një ditë të ngjeshur me miqtë tanë gjerman për aktivitetet e mëtejshme dhe do t'u jap një këshill që gjatë tyre ditëve dhe javëve
rini afër me Bitën edhe me Gentin se do të keni lajme interesante se kur bashkëpunohet ka dhe gjërat mira. Të tjerat nga dalë. Faleminderit.